Në muajin korrik 2024, Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi lejen për projektin e resortit rezidencial me pallate, vila dhe hotele Buzdetit te zona e Kalas së Lëkurësit në Sarandë për kompaninë TDT and Partners të mafiozit Dajlan Avdia, Miki Edi Ramës dhe ndërtuesi kullës pranë Sahatit e disa kullave në qendër të Tiranës dhe bosi i kompanisë Bigjozit Apex. Ky resort me vlerë investimi 500 milion euro ilegale përfshin sipërfaqen 68 hektar tokë shtetërore Buzdetit, por brenda sipërfaqes së këtij resorti janë edhe 3.3 hektar tokë që kryebashkiaku i Marrës Vangjel Tavo ja grabiti shtetit me dokumente false, ndërsa 4 muaj para lejes së resortit ja shiti mafiozi Dajlan Avdia me 3.7 milion euro. Në muajin janar 2025, Këshilli Kombëtar i Territorit me urdhër të Bablokut, që është kryetari i lejeve dhe kryeministër, ka futur edhe territorin e Kalas së Lëkurësit brenda projektit të resortit, duke e justifikuar si atraksion historik në funksion të investimit. Prej muajit prill 2017, Kalani e Lëkurësit me 7 ndërtesat e 3250 m2 jashtë saj i shfrytëzon kryetrafikanti Andrea Çaushi alias Renato Çaushi nga Tepelena, ndërsa më parë shfrytëzonin djali dhe nipi i Vangjel Tavos, të cilët ja dhanë si gjoja konvertimi një borxhi 1.5 milion euro. Në skenarin e Bablokut, për t'i dhënë mikut të tij Dajlan Avdia Kalani e Lëkurësit, është përdorur kryetrafikanti Andrea Çaushi, zaptuesi dhe shfrytëzuesi për biznes i kësaj kalaje. Më datë 24 gusht 2023, kur kryeministri Edi Rama ishte me pushime verore, ka firmosur një vendim qeverie emergjence me numër 501 dhe hyrje në fuqi menjëherë që kalaja e Lëkurësit në Sarandë si pronë shteti t'i hiqej përdoruesit privat dhe t'i rikthejë në administrim Ministrisë së Kulturës, ndërsa QKB dhe tatimet të bllokonin lejen dhe aktivitetin e biznesit. Por kryetrafikanti Andrea Çaushi po e mban të pushtuar Kalanin e Lëkurësit dhe vazhdon biznesin, sepse ish ministrja e Kulturës Selva Margariti dhe prej muajit janar 2024 ministri Blendi Gonxha nuk po ja marrin Kalan, ndërsa QKB dhe tatimet po e lejojnë të bëjë biznes. Është urdhër i Edi Ramës që vendimi i tij i datës 24 gusht 2023 të mos zbatohet dhe kalaja e Lëkurësit të lihet në përdorim të kryetrafikantit Andrea Çaushi derisa të realizohet skenari, sepse sipas skenarit dhe pazarit që është bërë, territori i kësaj kalaje dhe sipërfaqja jashtë saj shumë shpejt do pushtohet nga mafiozi Dajlan Avdia për ta bërë pjesë të resortit luksoz me pallate, vila e hotele që i miratoi miku i tij Edi Rama në muajin korrik 2024. Kalaja dhe territori jashtë saj po lihet në përdorim të Andrea Çaushit, sepse nëse zbatohet vendimi i qeverisë numër 501 datë 24 gusht 2023, ajo do të kalojë në administrim të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe do duhet një vendim tjetër qeverie që t'i hiqet përsëri e t'i jepet mafiozit Dajlan Avdia. Prandaj në janar 2025, qeveria përfshiu brenda projektit të resortit dhe territorin e Kalas së Lëkurësit që do ta mbajë kryetrafikanti Andrea Çaushi derisa ta marrë miku i Bablokut. Për këtë marrëveshje Babloku e ka shpërblyer kryetrafikantin Andrea Çaushi me disa sipërfaqe toke shtetërore dhe leje ndërtimi për pallate në Vlorë e Sarandë, ndërsa deri tani i ka dhënë 13 milion euro tender dhe 24.000 m2 sipërfaqe kodër për gurore në Dropull. Babloku ka urdhëruar dhe drejtoren e kadastrës t'i fshehë kryetrafikantit Andrea Çaushi 5 hotelet që kanë në Sarandë, Vlorë, Himar dhe 11 apartamente e 4 lokale në Tiranë në rast se do hetohet nga SPAK për pasurime, burime financiare, trafikun e drogës, gjobvënjet ndaj biznesmenëve, grabitjet dhe pastrimin e parave në ndërtime.